Profesoresh, ana e përmend se si ndohen imazhëritë dhe për çfarë përdoren. Si klasifikoni ju si profesionist këto? Normalisht, imazhëritë në radiologji apo metodat imazherike në radiologji i ndojmë në ato konvencionale, mandej ato digitale moderne, ato intervente dhe tashkohet fundit edhe këto funksionale. Ato konvencionale normalisht fillojnë prej rentgenit, i cili është i pare dhe skopia, edhe cila është në dinamik, po hin grupin e këtyne aparaturave konvencionale, të cilat normalisht që populata duhet me kuptu që momentin që shojnë nevojshme që duhet më bëni ekzaminim, nuk kemi arsye për frikë. Sepse ato rezatimi, kur është në pyetje diagnoza, nuk lunë moral mandena ka rezatim, as ka rezatim, plus që tash aparaturat janë sofistikume, i ndalim ato rezet e gjata, mundohem sa më pak me pas low dose rezatimit, ndërsa ultrazëri, si metode parë digitale, është metodë shumë e lehtë, e thjeshtë, pacienti kushton lirë, është e qasshme, do me thonë se cilën klinik po thuj se kemi ultrazë, kemi mjaftueshëm dhe pacienti s'ka nevoj as me u pregadit, e vetë me arsye është që me bashkëpunu aty për aty me radiologun, mandej kemi CT-n apo tomografinë e kompjuterizume, e cila është metodë me reze X, por është shef, do me thonë është me shumë dritare, është shumë plane, është multiplanare dhe në këtë në CT-a, do me thonë ka shumë benefite, sepse është e thjesht mu bo, mundemi me bo pa pregadit shumë, sidomos në rastet urgjente, por vetëm në disavantaje ka se ka rezatim. Por, kur është në pyetje jeta e pacientit, mandej rezatimin thashë dhe ma herët që nuk e vlerësoj. Rezonanca magnetike është fjala e fundit. Për arsye se me rezonancë magnetike i shohim ndryshimet, që i shohim në tru, që në masën e bardhë dhe ngri, normalisht me CT dhe me rentgen, me këto nuk mundemi me pa, shohim medullën spinale, e cila pra lëndimet apo infeksionet, ndryshimet të cilat na duhet patjetër me rezonancë magnetike, shohim problematika sidomos për gratë shtatzana dhe për fëmijët cilat i ikim rezatimet, rezonanca magnetike është e shkëlqyeshme edhe ultrazani për këto dy kategori. Mandej, normalisht e kemi intervente tash në radiologji punohet edhe interventja, fatmirësisht, normalisht që jemi si me thanë, kuadri, kemi kuadr, po tentojmë që të bëjmë kuadr edhe më shumë, se dhe trajnohen edhe më tutje, në mënyrë që të bëjmë më të sofistikum. Për arsye se në Kosovë kjo është e re, ende, edhe metodat funksionale, ku bashkohen prapë me miksi nukleare është, PET CT-a dhe PET MRI-a, e cila na jap njëjtën kohë edhe funksionin e organeve. Kështu në përgjithësi ndohet radiologjia, mandej ka specifika, i kemi edhe mamografinë, se do me thonë përpos që kemi pjesën diagnostike, ndonjëherë kemi edhe screening. Mandej radiologjia e mundson edhe ndjekjen e patologjisë, mandej e ndihmon edhe kontrollat pas patologjive të ndryshme. Radiologjia e përfshin ata të cilët nuk e njohin shumë mirë radiologjinë, e mendojnë si të thjesht, po me të vërtetë është një det i thellë me shumë problematika, të cilat është shumë sfiduese si diagnostik. Po. Pikërisht për këtë, ana flet për rolin e jashtëzakonshëm që ka radiologjia në diagnostifikimin e sëmundjeve. Po. Thashë edhe më herët që radiologjia pra ka rol të shumt. Normalisht që radiologjia është në interpretimin apo diagnostikimin e sëmundjeve, prej sëmundjeve më të thjeshta, si që janë infeksionet, deri te sëmundjet më të rënda që janë karcinomat. Pra, radiologu prej momentit që e merr imazhin në dorë, në me thonë, mirë po, gjithmonë që jemi qartë, radiologjia pa simptomat klinike, pa një diagnoz qartë, s'paku një diagnoz punës, mundet edhe me na hutu. Për arsye se radiologjia, imazheria është imazheri. Normalisht që ka sëmundje të cilat duken pothuajse të ngjashme dhe klinika dhe bashkëpunimi me klinicistin na çet në rrugë. Sfiduese janë këto të cilat janë si të ngjashme. Dhe sfiduese janë sidomos kur është ndonjë infeksion i përafërt me ndonjë tumor. Ndërsa sfiduese në këtë rast, sepse është shumë e thjesht mi thoni pacientit ki infeksion, e shumë e rëndë me lajmëru që ka një tumor.
Mirë, po ndonjëherë përvoja punës, metodat, mande korelimin mes metodave, na ndihmojnë shumë që dalim diagnozën e saktë. Por që puna ekipore, qoftë brenda të radiologjisë, qoftë edhe me specialistët e klinikave tjera, varësisht prej patologjisë që ne e shohim, atëherë na ndihmon shumë. Normalisht që me radiologji diagnostikohen krejt patologjitë e mundshme që janë. Po ju si profesionist, si siguroheni për saktësinë e interpretimit, çfarë do imazherie qoftë ajo? Qëndresa për me u siguru është fjalë e madhe. Në fakt, thash që për me ardhur deri një diagnoze sakt dhe për me qenë sigurt, fillimisht do të kemi njohuri. Njohuri të mëdha për radiologjin. Ta njohim radiologjin, ti njohim metodat, ti njohim shajet kardinale cilat i paraqet secila metodë radiologjike. Mandej të jemi klinicist mirë, të jemi të informuar me simptomat, me shenjat dhe të kemi aparaturat sofistikume, të bëhet teknikisht korrekt, sepse në qoftë se fillimisht tekniku e bën një korrekt, nuk mundesh me pas saktësi. Do të thonë, këtë puna fillon që teknikisht kryhet korrekt, të kryhet për një metodë të mirë, e mandej saktësia dhe përvoja e radiologut vjen deri tek diagnoza e saktë.